Kështu ishte fati jam, nuk kisha fat. Në 2021 jam njoftë me një person. Ishte gruas fëmija, kupton Adela. Edhe I kam fëmijë pa unë fa, si fëmijët e mi, fa fëmijët e kësoj, e të kuptu. Dhe që robi qetë, robi mirë. Unë të rejmë atje Adela, isha në vetëm vish me djallë vogël në shpi. Ishte shumë një mirë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube OTM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju do të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një nën, është nëna e 3 fëmijëve, është vetëm 44 vjeç dhe quhet Kristina Nikolli. Në fakt të 3 fëmijët I ka sjell nga 2 martesa të ndryshme, por sot më së shumti do të flasi për bashkëtesën me personin e tretë, probleme që pati shumë të mëdha me familjen e pasi fatkeqësisht ai ka pa kohë që ka ndruar jetë dhe Kristina ka mbetur e vetme në banesën e tij. Por çfarë ka ndodhur në të gjithë këtë histori do të jetë 44 vjeçaria që ditën e sotme do e rrëfej këtë histori dhe padyshim do të ketë mesazhe të forta për familjen e ish të ndjerit. Është duke më pritur Kristina, hap dritare dhe e përshëndes. Kristina, përshëndetje. Përshëndetje zemër. Si je ti? Gëzëm që të poshi, se kam po për ditë larë kështu dhe jam kënaqur të po fare. Kristina, më në fund jemi të dyja së bashku. Po. Si ke qenë me shëndet? Për zotën dopë, s'kam qenë për të mirë me shëndet, se po të thonë. Ju jetoni në Shkodër? Jo jetem Gjamëj, këtu, po jam bi nga Shkodra. Je bi nga Shkodra, po jeton në Tiranë? Jetem Gjamëj, këtu në Tiranë. Por, më the që kam një histori që kërkon ta denoncosh. Kush është historia juaj? Po, në 2021 jam njoftë me një person, me këtë personin që jam të jetu këtu më shpi, po ka vdekti, me datën 15 tetor 2025. Bashkëtusi? Bashkëtusi im, edhe më thot mu, isha të punu për një shoqe tu në Gjamllik, edhe ju punot në shtet, ka pas punu për para në shtet në Kosovë me ta, me këtë ndjeri. Si quhesh I ndjeri? Anibal Basha. Po ai ishte nga Tirana? Anibal Basha ka linë rritë në Tiranë, po origjinë ko me qenë nga Dibra Modhe, nuk e di mirë. E qartë, dhe si u njohe me Aliun? Unë dole mi kafe, mos I marru punë nga e shoqja, dole më bashkë të dyja që ditë qiu, dole më bashkë në kafe të më Gjamllik. Edhe dhe shamit me ikë më shpi, se kisha fëmijë. Ishte fakt dreke, mo, e shkuti u shqesha fëmijë se kisha fëmijët e vegjit. Edhe më thot muja shoqja, më thot muja shoqja, edhe në nështë më kafe, më thot mu, në Gjamllik. Po mirë I thoshën, po ba më vullë, s'ko gjanë, s'kisha s'qatër. Vetëm të gjetëm këta, këtë personin, kishë qanë në kafe. S'kishte pas një 2-3 javë që kishte vdek mami ti. Ti ke qenë divorcuar? Ke pasur fëmijë nga martesa e parë? Isha në proces divorcit tonë, po isha të punu për fëmijë, isha në proces divorcit tonë, a kuptën. E qartë, dhe u njohe me Aliun? Po, unë me punu, me marrë lekë me në shpi, pa I kam mulli më thot mu thot ke shpia jeme, thot, unë nuk I dëgjova, kam neni mu, I hikësha, nuk I ashtohe, si të kishë qoqen, hajde thote se unë jam njëri mira, jam I vetmume, motra jetën në Kanada, motra më ka këthi kurrizine, unë mu ka vdek mami, s'kam njëris, ishte gruas fëmija, kupton Adela. Nuk ishte martuar asnjëherë I ndjeri? Jo, s'ishte martuar, ishte I smon me dializ, me zemër, me probleme, me hek zemër, bokal shuke, shumë probleme, shumë smunje. Para sa vitesh e njohe? Orna? Kur u njohe me Aliun, para sa vitesh? Po me 2021, 3 javë, se mas I vdish mami vetë. Në 2021 ai le të themi të propozoi që të nisi një bashkëtesë me ta. Po, më thot s'ke nevojë, thot hik nga shtëpia si isha me qerat e fresku, hik nga ne, thot e hajde thot vjet marrën dalën për zot, thot do t'jap shtëpinë thot. Jo I thoshëm se kam frikë, I thoshëm se s'mund merrem se kam frikë se më mashtroj. Pa më fare, po nuk e disha deta se ka shtëpinë përgjithësi me motrën e vet. Se I kishte pa marrë shtëpi e tjera ajo, I kishte marrë përse me vdek mamit vet motra vet, I kishte marrë prap për ata firmën mamit vet. Edhe I kishte marrë prap gjysmën e pjesë shtëpisë tij, kupton? Por do arrinte problemi I shtëpisë. Çfarë ndodhi? Ti nise të bashkëtoje me Aliun, more edhe fëmijët. Pa, I thashën rrim 5 muaj, 6 muaj, unë s'ma lek asnjë gjë, I thosh,
Dash një vit, e njofti tamam. Njofti tamam i shërbeva, te tha e gëzosha unë do të bëj tani një testament, mos një viti. Por tani të lutem, e dash Kristina ma shpjego, ti shkoje i shërbeje dhe ai të paguante apo nise bashkëtesë si burrë e grua? Jo, unë era më fort një përpore si për sëvo, pa di. Me viktur, me vizhina, pa di. Por ta ndihmuar. Nuk i merr shalek. Por Nuk i merr shalek fare dita. Por a nise bashkëtesë me atë, jetove me atë? Po e nisa herë se do shëmë marru punë me divorcin, e nisa unë kështu, po nuk i merr shalek një vit. Por e trajtoi. Sa marrova? Jo, s'ka marrë. Nuk i kam marrë lek fare dita, se u matrova. Në 2022-shin pastaj, unë të vërsova, se fillova për në 2021-shin, e 2022-shin një fjallë, unë e marrova punë me ish burri. I heka cilibrimi. Po. Se s'do shati him hakërsia, kuptoj. E qartë. E detektiv, më tha mu, ma mirë, marro punë, tha në hiksa. E kisha në Korçë, nga Korçë, po jetosha në Tiranë. Sa fëmijë ke nga martesa e parë? Unë kam martesa parë nga martu faktisisht 2 herë, se ai tjetër mi ka praktis smite, edhe ki praktisi djallin, e kam djallin që të goma, e kam të dalin një më të vesh, djallin ma ka praktis, dhe s'ka desh mja kitë fora i në gjoha, kina vdek punë. Por nga martesa e parë sa fëmijë ke? Nga martesa parë kam 2 fëmijë. Dhe nga martesa e dytë ke 1, je nëna e 3 fëmijëve. Kam djallin tani e 1 më të vesh. E qartë, por ndalemi tek bashkëtesa me Aliun, çfarë ndodhi më pas? Me fjallë, kur isha të pasru në divanat e gjanat, kishen pa fut të letrat, po këto, unë këtë i lexova atë deta. Edhe i thosha në ani, fërësha për shkot, po ani bële kishte për zgjati. I thosha ani, po ti pas ki shpinë për gjithë me motrën. A i bate deta, se unë nuk di gjë, nuk i kam mënë firë motrës. Po me gjitha ta, leta more gjysmen. Po shisha bonja jo, sa i tha ki se unë do mjekon tha shpinë Kristinë, se unë nuk e le rrugëve, tha ka fëmijë, tha, ka me më shërby, tha, të hike ke burri jot, tha, unë nuk e le ka rrugëve, tha. Edhe i kam fëmijë, tha, unë, tha, si fëmijët e mi, tha, fëmijët e kësoj, e të kuptu. Po, e qartë, por vetëm të lutem se nuk po e kuptoj. Ti nise bashkëtesën si burrë e grua më pas me të, u martove? Po, ashtu e nisa bashkëtesën. Po pra, sa vjeç ishte Aliu? Ka 57 veç që vdek me 15 vitër. Ka qenë një ri, po ka qenë bos mi që 100 veç, a di, ka qenë bon për i smunjes. E qartë, më vi ka keq. Ju jetuat bashkë, sa jetuat? Kam jetu për 2021 dhe 2025. Deri sa i ndroi jetë? Po, vishë se vujti shumë. Vujti me i plasit e tina krohet, e vujta mi shpetu jetën të mund. O zëti ma, se kam po vetën ma keqa deta, shkosham këmshie, nuk më një moshe kush, mi shpetu jetën, e veqa këtu më tremësha, djali mau, si shektu më zvojza, e kam vujt shumë o deta, mi shpetu jetën, sa me dzef ka fshat telefonin, e njën dorë të i lidhë krahun, e tjetër dorë të maj telefonin me marë ambulancën, e me zi e gjithën ambulancën shpinë për marë mi shpetu jetën. Por motra e ti e kishte braktisur? Fare, sa i ka thënë o deta në lakto, sa i ka thënë që unë do të japë shpinë pjesën të e me Kristinës, ajo liva mu zanë, tha mu diksa që te ke vëma guzhina, në gjësha thot motra e me, tha. Edhe i tha, jo, tha, as i shpia si sënë, tha, as shpia zjo, tha, mos i jetë, tha, ma jetë mu, tha. I tha, ki tha, po si të lejtë pa shpimi, tha, ki tha, ku dion sa jetoj, tha, në fti jetoj 20 vjetë, tha, si të lejtë rrugëve, tha. E tha, në pjesën të eme 2 vetë që bajë, tha, ki tha, mund tha pjesën të eme do m'jam në kësoj, tha, mos e pas e marë, tha, më fej, tha, për kurën motrës vetë, u zo me motrën. Më fej për kurën, sa shpia emja, tha, e ke marë një shpinë, tha. Jo, tha, ma ka marë mame, tha. Po mija tha të ka marë mame, po mami në kina bosh, tha. Mija të ka marë një, thashën mrapa mulle, e thash, bo thojshat doje, thash, po ti, thashën ka mullë për të pjesën se po ma jep muën. E dashur Kristina, ata janë motrë e vlla dhe pas vdekjes së prindërve shtëpia ndahet për gjysmë e ligj. Gjysmën e merr motra, gjysmën e merr vllai. Domethënë ndjerë Aliu. Po kjo të luftu me male pjesën e tij vllai vet. Por tani dua të pyes, si ka qenë ajo bashkëtesa jote ato pak vite me Aliun? Si ka qenë lidhja? Si ka qenë bashkëtesa? Shumë e mirë, ka qenë rrugë perfekt. O zot, unë e çaj në sot, i shkeke varri i herë 2 javë. Ka qenë shumë i mirë, njëri më mirë se ekzistore, ka qenë kohët në shtetit.
pavarësisht se s'mund. Ka pas marru shkollë për inxhinier ndërtimi, ka qenë shef krimësh, ka qenë shumë i mirë, shumë rob i mirë kështu, a kupton, nuk ka qenë njëri i morë kështu i thjeshtë. Por pse nuk ishte krijuar familje në jetën e tij? Po e kuptoj smune, ku ka qenë të punon në Kosovë, edhe e kuptoj ata smunjen kia dhe pat me të heroën e jo shtetit aja di, nga smunja. Edhe nuk u martu pasaj se mi ngjaf fëmijë, di shkoshen si në gema, kuptoj. E qartë. E dashur Kristina, pasi ai vdiq, sigurisht ti e përjetove humbjen se bashkëjetove disa vite dhe e quaje si bashkëshort, normalisht është e kuptueshme kjo gjë. Po ashtu unë vetëm te më ashtu qujo ti. Unë tezës vetë e ti në tezë u thosha, kupton, mase vdiq ki, mi fjallë më me ushqimin, a kupton? Por me njerëzit e ti, kishe telefonata, biseda, takime të respektonin? Po kisha më i dita, shkosha ta kosha drejt, hashna drejka, dorë ka krejt, u knashna. Sa marrë të mune, sa u boni kjo, sa vdiq ki, edhe e lemrova djali e tjezës vetë, së kisha numër të asoj, s'po ma hapte motra vetë telefoni për vdiq. Ti me motrën e ti ke folu ndonjëherë? I kam pa full më, i kam pa qenë përsmore, po sa i tha ki Anibali që të më javën pjesën Kristinë, sa ajo si foli më vëllait vetë, si ka ardhë fore, i kena kërku nima, s'ka ardhë pas një gjomë të këtë zote, dhe më hikte, me vetën nga këna doja me burën e vetë, që këtë vetëm këtë realitesës vetë. Nuk vetëm ja po sytë vëllait vetë, si ishte i s'mund të maru. Pra, ajo të kam ju pritur si nusën e vllajt, por kur ai tha që pjesën e shtëpisë do t'ja lë Kristinës, ata u zun me njëri tjetrin. Po, nga lënë mu, Mikjol, mas vdekjes time ka shkrim testament, e merë Kristina, bashkëtosja ime, edhe një të tretë, s'ka asnjë të drejtit, futet ke pjesa se ja ka mund të akuse Kristina Nikollit, Mikjol, a kupton? Pse, përpara se të vdiste, i ndjeri ka lënë testament, duke të dhuruar ty shtëpinë pjesën e tij. Ka lënë testament te Adeta, më ka lënë testament mu. Aktualisht Edhe më ka lënë një 4-5 leta me shkrim dorë, si mos na trohen gjana, ta di. Po ato rrugquhen, po ato verifikojnë edhe me kështu. Çfarë ka shkruar në ato letra? Të gjitha me detaje, nuk i disha Adeta si çka ka shkruar. Ka shkruar të gjitha me detaje, gjë se edhe nëse hell zgjigjen ai me zgjigj, me analogjin, ja ka marrë me plot shef, me plot binje, me të rrot, me krete, të kuptuat e Adeta. Unë nuk i disha vetë se si i kanë pas punët, si ja blet rulli, si ja në shtëpia, mi ka lënë me detaje kret. Të ka dashur. Shumë. Po dhe fëmijët e mi, nësot që important, fëmijët e mi, ka ndesh në fëmijët e mi ata, ka që robi qetë, robi mirë. I ka trajtuar fëmijët e tu sikur ti kishte fëmijët e vetë, e kuptoj. Një ditë por që me vdeko ti Adeta i infektoj aja koma, si pa shku dam krahu, mos e bona për Gjeran Tereza. Edhe ja bonin ke koma, e ti infektoj koma dhe i thonë se bëte ke geja pa gute shteti, e kuptoj? Po. Edhe e shohon me bon për i mrapa, se të me vum gjofë, sot e du me jetu veç për ty, se të shkedin me koma, a di. Janë djetë e zema. A di kur i shoha ke spitali, unë e bon për i, me më thot mu, thot, e malkoj motrën e vetë, nuk ka shpuna me dhe malku kështonë, po, e malkoj për zotën, e malkoj, thot, mos e malkoj, thot, sa gjena. Po, tha, e djali jote, fmite jote rrugëve, tha, te, tha, më takon mu shpia, tha. E tha, shpëllet mua vetë, i tha, shtani, tha, shi vetën tonë, si i smune, që bejone, që so. Jo, tha, ti qërë dhe ku, tha. Edhe i dhash kafe dhe jepshe çdo ditë kafe, unë e byrek e gjana, a ditë shikosha Adeta se nuk e kalot të byrekun fare. Edhe i thashë, mos u mërzit, i thashëm, që ki, mos u mërzit, se të shërbejon e di, tha, s'kam pika s'presi këte, tha, po, a ma me një qaj këstu, tha, por, i thashë marron. Edhe në alon për nesët. Se kështu ishe puna, tha, ta bajnë të nesër e përim, tha, ta bajnë djelizën aty dhe ke spitali. Mos shkoj fare atje, po mirë, i thashëm. E marron, tha hajdi ku më thash në shtëpi, edhe mora unë dolem aty për bol spitalit, është një kështu restorant që hanë gjerma me lukë para spitalit, a di. Po. E mora unë i thashën hajde hap buke, thash, jo s'm ka lë bukat, t'jap supën e gjoj, thash, dhe deri ku ti ku më shtëpi, thash, ti shkon vonë, thash. Se nuk pritaj, për vetë momenti Adeta do të gotja, e di, në sekunda. E futa aty që dënë supë, kësë gjana, shmo ati si kalote, ne po si. Edhe më vetëm po të më qëmë shpifët, më qëmë shpifët dhe kishtë zanat një fëku kam të trupit, që të marru maj për ditë për natë, unë kam qenë ditë natë që u da Adeta me ta. Ma beli gjenë ujtë zekë, dhe mu, fa në një fëku kam të herë me vaj balsame, herë me alkohol e gjana, ashtu se më vete keshës, kishtë në njëri,
Edhe e kërkova, krejt, tha më shkum, tha mu, tha fligjum, tha ke djali, tha. Jo i thashën, s'do shkoj gjumë, se e poshtë ishte me krejt në zifolte. Jo i thashën, nuk do shkoj me fligjum, po të rejt pak shtu këti, i thashën të Roma, i thashën, shikoj të ishe të bon. A i të pa televizor, ma bën mu me shenjë se hajde pak. E mora une, e kërkova prek se shaka bon, vishë ku më shkret në dorë. Edhe më boni që shto kujtova se të më thënë e dita se fligjum. Mos më luj ma, se kështë më të gjithë mërë. Më letë qëtë se më ka zë gjumi tani. Edhe unë shtojnë atë më krevat e ashton. Edhe në shkova ula, kur që vë në ura 2-3 natës, ku kishtë qëmë të të fare. Edhe thashtë, jetë më vënë e gjanë se u shërë natën e jesëm, kërkot e bukë dhe natën. Edhe u shërë thonë me dhanë bukën e gjanë, thashtë, shikoj i herë si ashtë për në hotë, kishtë za natën thyrë të adi, natën. Kristi, në të përshkoj, Kristi, hajde dhe ma, ku më më tukë, më të e kuptonë, ose shkosha natën në spitale, shkosha ke spitalin në Terezën. Që ki, bërë i zonë, thyrë janë i disë, au. Unë të rema atja dita, isha në vetëm vish me djelë vogël në shpi. O të rema ishte të krete, thoshën, që ko kjetë mërdhefën e ko pa më luva, disë, di ka gjoni shkretës, kisha mësu në jetë, po... A i kishte edhe në shpirt, e qartë, e kuptoj. Po, ne kam qava shumë edhe mora ambulancën, edhe ambulancët të të drinë të atë, ne ka unë qërstonë, të dim në ati, e shmen me fore, isha Niko Truni, se të është i nëshim punë me mutën e vetë popën. A i qofti parajsës, por... Po, dini se vdishtë, sa të të bëjmë cili bëjmë në boshta, edhe e tha se nuk kam fërë se shparishat bana jo, tha, për mutën e vetë. Edhe do bëj shmostën e ta shëllë gjistat i marë të ata. Shpin, sa shpia jeme, tha jo. Ajo ka marë pjesën e vetë. Ti nuk bëre celibrim me të ndjerin. Jo, nuk e bona se se rriti pra vdishe. Aje me dëshirë, me qepë, do të me hunë celibrim, se gjëja mos qiste probleme motra, e të kuptohë. Por pas vdekjes të ndjerit, Aliut, çfarë ka ndodhur tani me motrën e tij? Ajo çfarë kërkon? Sa ai të ka lënë trashëgimni pjesën e vet. Është jotja ajo, pjesë ta ka lënë. Po, ndako të Adeta, faleminderit se më mori qikë, jam shumë e mërzitur. E ndjen mungesën e tij? E ndjeva si ishte shumë një mirë. Të besoj. Si të është e marrëm telefon, marrë punë me të qeshuat e kejo, se më thojnë mu, a dhe me shu me bashki, dhe me shu që jo i thashon, ti s'ka që njëri, sa njëri i thash me shu me bashki, ja kuptën. Edhe në që se një nuk i lësën motrave, dhe të varason një thash, të të gjenë për të këbërë që thash. Që ishtë nuk e lekë për të dita. Edhe mora botën e vetë në telefon. I tha vojz, i thamën, erdi vojza se ishe të një shoshe. Edhe erdi vojza, që ki mu mojti i thash kishpia, thoshe jam trejnë, thoshe se ka vdekani. Erdi vojza të qa. Se në të desh këta majtë. I bleshen fruta, i bleshen gjana, ishte shumë i doshe për fmitëve, i do të këta majtë për zotën e Adeta. E more motrën në telefon, motrën e tij. Po, i ditë për para, më thotë mu amanet mos ma thirë motrën, më thotë. Se aja kës nga për gjallë, aja vish për shpi më dënë, për pasëri, se nuk më dënë motra. Edhe nuk i bona zanë, nuk mune shemi, thë nasa jësë po, unë të një kam vua veto atë Adeta. Unë nuk mujta gjallë në botë, më kam boni zemra për këtë jetë, që mos ta thirë motrën e vetë. Kështë i gjitha një numër të ati gjallit e zëzvetë e kohëktuar, jetën ke rruga Elbasanit. Edhe ishe unë zile nuk më hapë, ishe nuk më hapë, i shkuj mesajën. Sa për cila ke morë këja ta, të ndirin. E thamu në ajtë, i thoshën, thyrën e vilën, i thoshë se ka vdeka një bole, i thoshën. Ka si vdishta, po vdishta, ka që një smunë, pas që një herë mja po sytë, i thoshë ati, i thoshë. Po me gjithë të thamë, të flasim nga ofër, i thoshë. Po. E lejmërëjët motën e vete, i thoshën cuj, motësi, thoshë lejmërëjët, se unë nuk kam numë, i thoshë. Edhe kishte fshiki anja ta numin e motës vetë, nga i nati. Ka shumë e urrente të motrën? E urrente shumë, ka vdek pa ja po sytë, më gjinohë, ta malku ka vdek, për zotën, ta malku me shpirë, se sedhi ja po sytë, e rrite e kuptoj që vetëm për shpi, për pasurie dhe në vëllë. Ndo për pasurie, thaja, nuk ndo mu, tha me po e gjallë. Ajo erdi në varrimin e vlajt? Erdi si shova fjollën, ndash hojdi ndash mos, a i ka vdek, e ma boni dialitizës vetë, tha, tha shumë e bashki, tha. Qafure, i thoshëm.
Ati thash filangani thash i kam bë gati në golin e kreti thash e kam zgjidhur gjitha. Le llopet, nuk e ju thash e varrës veti thash. Edhe marrë punë, a ditë ma përmeni ata, në kur e vjetë ditë, kur e ne ka varru se më thashtë se shumë tha ma ashtu ta. E rapore punë se ta në gjeti të lafi, thashëm. Nuk ka që njëri me shumë me asishi, thash, me bashkimi gjana, i thash. Pra ata kërkonin që ta varroste bashkia që mos pagonin para. Po, se mu të zvet, nuk janë gjuva mu të zvet atë fjallë, vetëm djelit e zë zvet. Se nuk ditë gënjes, ditë mashtrej. Bravo, që ja ke bërë ti varrimin. Marrëm punë, nese, edhe kur qim në tu do për njërës e i thoshën asoj, në vila. Hajdi thosh se kam i marrë dhe për shpia, ose tu në mi kofë, mi gjithë djallin tanë se jetë mi gjithë djallit. Nuk kam punë me këtë, thosh, vetëm unë e ti thosh kina punë bosh. Hajde pim kofë, thosh, e të shtërmëm njëna qetën i thosh, edhe ta shkëm si 2 motra, i thosh. Unë e ke dhe në hotën jetën për i mirë dhe për i zëmës teme, thosh, do t'je shumë mirë pritsi, thosh, pavarësisht që ka bani me ty e ti me anin. Nuk mi të rësën mu, i thosh, du të kalim mirë na, i thosh. E të kuptohu. Po. Ka respektova, i thosh, se kam motër vetë, e kam bua vetë. Jo falim dhe e të kështëm. Unë roshë në dakot me në villën, me motën e ti janë i boli, në kofën si djallit vetë. I thosh, në villa. Ka se dhja të kalan ka shpia në i pjesën e gjanë vlajtë, unë e ka bun plan, me ta gjithë me pasurisë skretë, me do me tysa. Ajo. I thashë më kalen, unë drejtë zotit për të adeta, unë thashë kam kalen i testament. Po, më kalen i testament, i thashë unë, po me gjithë përpaj thashë, falenderë se tukit, jo ki po shëpim bëjtë, më kanë folë mirë këtë komshite, kur ishta i, atë, nërga vëllë që fa atje, folë të shumë komshie tonë, që i ka shërbim kjo, alo, foshe bërë që, da di fjallë më të mirë. Pra, në atë kafe, ajo pranuj që ta linte ty shtëpin. Po, ajte do të me i këthej në përkurën, imaginu, do të mi marrë në përkurën motrës se pa shpia jeme. Ka marrë thoja pasurisa. Nise, që ka marrë momi, thosë ka marrë momi, thosë, mos në rinë motë e këtë bote. Por tani pse je në konflikt? Pse je në konflikt me zonjën? Po, të she, e më ndonë për bukurit zotit. Tha dhe me marrë, tha shkuke shpia, tha me marrë, tha do fota dë gjona, tha, edhe si kam të momet e do kujtime. Jo, i thosë, na turpi, thosë, si tu ke osla, ki prasysh tu ke kërësimi ke osla. I thosh atur për në vila, i thosh, hajde më shpisi, e bje shpisi, i thosh ti, desha ke pas me onin e tek me onin. Hajde, i thosh, në mund shajnë këmshi. Hajde me mund shkrim ke shpia me shatë të dush, i thosh. Jo më mesin nga me të marak fa të filgjona rot, gjitha thosh ti japon. Me fotografi, me kret, bëti kam paponit e fotografit më dhe ja thosh në ata. Vish mojta një pit vogla on. Ata marrë merë, ata marrë të merë, ata marrë po mo, po dhe në gjonë ka me të thonë gjitha, merë të gjitha. Edhe unë do për bukuri bosh. Nga përshia 50.000 lekë që atë, $50 era, këtë që ishe në të. Po, për disa ka jetuar në Kanada, dolar të ka edhe. Djallit, me thonë drejten, e i faj djallit dhe, me të djallit ditë pa lekë, a thosh që i mami, thosh, nuk i hot do të lekë asoj, thosh, në ti janit, thosh, meri ti për shita, në djallit ma. Edhe do shmive për shefën, a kuptë, nuk i për isha vetë, i rujta 50.000 lekë. I qartë. Me lem të valim. Edhe, shifet e si, ku kem Kanada, njaj muja të adeta, një kjo për bukurit zotit, të folë, e ditë për desh më shkru në mune mesajgjer, të më je mirë, o Kristina mirë, që ti e tha mua je mërzit, a lëdhe mërzit, në thërë se kam të mësu ma onin, do del me pikove gjithë ditë, të po ma dhe, ishte robi zhjuar e ti në vitë, te adeta, ishte shumë i zhjuar. U knashe të po ma bet me ta, ose qasha një halë, ose a kuptën, ta mami ti. Edhe ajo vish ma fiku telefonin. Ajo së më shujti ma, fa, shëko kjo, po si bëna gjo. E shuha gjithë mëne si ke kalamajte, të i zotja në vila, e kështo mati. Fjallë, të mamë, si me qanë, unë jam rrët një shpit mirë, nuk jam rrët një shpit shtonë, me dolovere, me mashtrima, e të kupto. Dhe qëfar ndodhi më pas? Nuk bëni zonë, qetë fora, një ditë për i ditë, 3-4 ditë për aposhva, disi lusim në aposhë, jem të të lige? Po. Në prilë, 3-4 ditë për aposhë, ku më mërë në telefon dialitizës vet. I ka lanë për kurën, ti dialitizës vet, i ka lanë për kurën e jë. E dhe kishtë shku. He kemi kretë atë në kadastër, në noteri që kam bëhën dokumentin, të gjitha, këfaj gjona folë, sa me leka pa lek nuk disha ka bëha jo me gjithë dialitizës vet, edhe me më hek mund nga pruna, se mu ma galan mu aty në testament, se unë jam
Që thujnë asoj? Trashëgimtore Anibal Bosh. Po. Merë mu në telefon, dilë në shpio. Kështë e marrë një avokate, nuk e di una që ishte aj në tere. E më mu dilë zonja shpia në vile. Po si janë shpia në vile, s'mo, në di se e kërgjisë, për në di unë me letra, po jo të gjithë, i thosh. Unë te motra eme, unë shmena fore, shkova ke stopi pasaj. Shkova bola dinin si më ke stopi, i thash mere këtë molin, i thoshe, i thoshe, se nuk kam numërt në vile, se unë e shpia e kena borë. Mos më shqipë kësa dalavere. Nuk fole me këtë zonjë, ti thoshe që ti ma fale këtë gjë. Tani po e kërkon gjysmën e pjesës kese, gjysmën tjetër ta ka lënë trashëgimi i ndjeri. Nuk pranoj ati dita me dal fare në telefon e fare, zero. Të ka blokuar. Vetëm shtyn këtë gjallet e zës vetë. Pa me vëprimet, aja i dërgën lekë, a kërkura është budalishe dhe ki hecë ma punë. Ajo në Kanado. Po pra, po nëse ajo le të hedhin e gjyq dhe vendos gjykata, ti nuk e pse të mërzitesh, ti gjysmën e asaj shtëpie ta ka lënë trashëgimi i ndjeri. Më ka bërë testamentin pa vlefshë në e dita. Si ta ka bërë të pa vlefshë, ma e ke bërë para një noteri? Po. Si ta ka bërë të pa vlefshme? Po ti shofish dokumenta pikën truni se si ka bërë ajo, si ka bërë këto, si ja ka përkësuj ti avokato. Dhe trova mora avokaton më pasaj. E dashu Kristina, nësa i të kalin një testament dhe pjesën e veta ka kaluar ty, ajo zonjë të bëjt çfarë të dojnë nuk ta merr dot. Por nëse zonja që jeton në Kanada do të ndiqte, çfarë mesazhi do t'i përcjellje me që ajo nuk ta hap telefonin dhe të ka bllokuar? Çfarë do i thoshe? Unë i thamë, zonjës në vila Bosha, tani po e thamë në emrin e vllajtëve. Të lutem, tërhiq dhe gjanë, se mu më ka dhënë me dëshirë plot të zemrës, ka qenë shumë mirë normal nga trunte gjithçka në vila që më ka lënë me dëshirë mu në shtëpi. Unë nuk po i him pjesë asaj. Unë du vetëm të drejtën time, e djersën time gjithçka, se më ka dhënë me gjithë shpirtin Anibal Bosha. Që më ka thënë, Adeta më ka thënë, që ti po më shërbeve deri në vdekje, pavarësisht se mori Zoti i shpirtin shpejt se ka pasur unë, ti do t'jap shtëpinë. Po jo më prendes në vila mu mrapa krava atë Adeta. Edhe që nga ka bote, unë gjithmonë atë Adeta, i pagusha unë edhe ai dish se i thosha unë, hedhëm jam një tanë, ato librese në ujtë të tritës. Ajo kësha ka quë, ka për jemi në nënës vetë, e ka frike e mëj vetë, edhe më ka po të zëllin mu ati tuj. Jam tesh një muja më pa ujë në spi. Gjezi, kjo çështje ndiqet me anë ligjore, duke quar në gjukat dhe të marrë zgjidhjen e duhur, por ne do flasim të dyja dhe pas kuintave, do më dërgosh dhe dokumentat për të parë situatën në të cilën ndodhesh. Por më vjen keq që ka ndodhur kjo histori. Ka fleta për dritat, edhe mora një dokument në gjykat, edhe akoma s'mi kanë shu fare. E dashur Kristina, dua të pyes, më the kam pasur 2 martesa të dështuara, nga martesa e parë ke 2 fëmijë. Pse u divorcove? Po me këtë dytin? Me të parin. Me të parin sheshto më trafina, por gjithmonë, herë trafina, herë vonë, herë. Po me këtë dytin kam pas marrë gjithë vendime mbrojtje. Jo më i që tratu me së trajtojë në njëri që jetoj me ta, nuk e kam tratu fare. Po të tratoj a i? A i fare, shu shkun gjana, duhet me fol nga ofër për me fanë, po këtë dyti edhe më traftoj edhe të bëtë vumë dhe gjitha në ndopë. Nuk punot e Adeta, nuk punot e fare, nuk e vlerësot e familjes, dhe një ditë fare. Ka bon shumë gabime, duhet nga ofër mi folë, se s'mu një folë kështonë. Mirë, jemi bashkë. Ka bon shumë gabime trona, se si folët, jo me burë, po me jetë. Po pse çfarë ka bërë partneri dytë ndaj teje? Nuk mund të thamë kështu live gjanat. Unë a shumë gjanon, nuk e thamë dot. Unë vetëm po ti më ball për ball. Nëse nuk do t'i thuash nuk të gacmoj, të ka shfrytzuar. Jo, ka bërë shumë gabime tjera. Nuk mund të thamë Adeta këtu, lutem. Mirë, nuk të pyes. E dashur Kristina, në martesën e parë sa vite qëndrove me burrin e parë? Kam jetu ca vite, po unë nuk e dita Adeta se ka qenë i martu, kam qenë fëmijën, unë jam martu 16 vjeç. Ua, Kishte grua fëmijë tjerë dhe... Ti ishe 16 vjeçe dhe ai të mori për grua të dytë, kishte edhe grua tjetër? Po, më letë me shëra, Adeta, mësë më mushte me një Adeta, unë për të ditën me mua, e të natë, nuk e di që pa dhe i matë familje.
Pastaj kur ngjova unë, kur dëgjova për njerëzit vetë, shoqënisë vetë se punosha dhe i thashëm, po ti pse më ke mashtruar? Unë ndava kështu ai çate bate ku diunë, ndava se dosha shumë zëka mi bokesh. Por ai u interesua për fëmijët e tij? Po jo, vetëm në herë dita kur i thamë ne moj 10.000 lekë, një herë pa lëkur, një herë për djalin, në herë, në 100.000 lekë. Jam 6 muaj, jam vita, nuk ka shumë. Jo i rregull fare zero. Po Kam vujt vetë me qero. Po fëmijët... Pastaj gjile vetë, më 25 vjeqe, i 6 kam linë. Me fjallë kam njëllë kështone. Ajë përsa kemi mbështetje ati, se mbështetjen familjes kisha, se s'kishen fajta, se kishen halët e vetë, adi. Si u njohe me partnerin e dytë, me burrin e dytë, si u njohe? Po, për zotë isha të punu mi lokal, unë isha kamajirë, në erdi me pi kafe. Isha të ble të mishka i luka e të njita dhe ishin dishan mishit për të lokalin, që edhe gëtu shabasha di. Edhe vjen kishë shtonë për dite. A kupton, mjoshi ma për lizetet e veta të shtifena, gëbova po që të bëjnë. Sa vite qëndrove me të dytin? Kam jetu shumë me ta. Kam jetu shumë me një 10 vjetë po. Dhe sole një jetë një djalë me ta? Po, kam djalin atë gëzoma. Por sot i jeton me të 3 fëmijët, i ke rritur ti të 3 fëmijët? I kam rritur 3 fëmijët, po kur njohsa me ta unë, shotet dhe të vojza është me qero, dhe vojza me qero dhe nuk ka vojza fare. Por pse, vajza nuk e pranoi martesën tënde të dytë? Po nuk kishte shefit e djali mal kishte shef, se thote mama alo tani me pagu qerorat e gjanat e se ishte bërndu djalit, kishte pat mam kafe, do t'jap shpine, djali ishte të ugëzu, ishte 3-4 vesh, ishte i pajaf me më një muë. E dashu Kristina, kur ti nise bashkëtesën me personin e dytë, bëre martesë ligjore? Po, ti e dita kam bërë martesë ligjore. Por divorcin e ke bërë? E ke bërë? E kam bërë, po, pra, por gjykata çfarë vendosi për djalin? Ka vendosi 100.000 lekë, ai s'do t'ja di e fare me. Veç kur has një herë 2.000 lekë, se më qanë njëri i morë. Ja jepe në shto. Por pse nuk e shkuar të zyra për mbarimore ta denoncosh? Që ai të paguaj deturimin ushqimor, se është babai ati djali. Po, që qka pra thot, jam i smunë, thot, s'pënej, thot, se që nga të rënë edhe s'pashton. Por nuk e ta... A si ka manë për shpi, a i ka shpi e gjitha, a si ka manë për shpi, a si gjanë, vetëm ta vuj vetë me vetë. Por djalin e takon të paktën? Po në një herë, po një 2-3 muaj se ka taku, po ke shkot edhe këtë ke shkolla dhe shishton. Vete takote se mbete zërë një në lupu. E kam jam vetu se s'do të lejnë ma postu përgjish. Por djali e kërkon babajnë? Jo fore, ka thëllu ta shumë. Kur e hapash i di se po më gjira me ta hapash mi kafe në. E thash, u ki babën, e të hiko Lidja, i thash, a Lidja pa e me, i tha, jo, tha i mamë, tha. Nuk du, tha me taku, sa i tha, ndo ma, tha mu, sa, në di, sa, unë rrita tani. Iko mami, thash, taku e babë. Ike taku e babë, se kujten babë jatë se më të të në luon. Për zote nuk dëgjëjo adita, nuk e në lejo. Unë i kam thënë fëmijët më e shkërej taku në babën të ujë, por nuk më gjujnë, se e fillin e kuptën fëmijën. Kur fëmijët rriten pa dashuri, normalisht refuzojnë të takojnë. Jo, më lutë në ditë, nuk del nga unë gjellë në botë djali, për këtë jetë. Por ata kanë dhe vlezër dhe motra, të dy palët e fëmijëve nga babai, me vlezër dhe motrat bëhen? Po. Takohen me vlezër dhe motrat? Ko shmit e mi? Po. Po e, marojnë për një tjetën, marojnë djali malë dhe vojza marojnë. Jo fëmijët e tu. Fëmijët e tu me fëmijët e babalarve, takohen? Vetëm me këtë dytën, se ka pasi 2 fëmijë me grutë parë, ka që ndo, diversohu me grunë e parë. Të pak të... Ato po. Takohen. Veshën i takosh në këpër një ditë se kanë taku, po kanë parë e taku, e kanë pa ma shpi me qëra të mlojë, se kanë qënë shku. Shumë fëmijë mirë ato. Veshën e doshën, më respektoshën. E dashu Kristina, unë e kuptoj që tani ke ngelur e vetme dhe jeta jote është bërë e vështirë. Do doje për ta shfrytzuar këtë dritare, për të përcjellë një mesazh partnerit tënd që në një farë mënyrë nuk e pagon detyrimin ushqimor për djalin 11 vjeçar, nëse do ta kishe përballë. Çfarë kam në ti, Odeta, ai nuk pagon gjamë nëse dush. Ai pullën me të fusën po i jap këtë mesazh. Unë du drejtësien e kuptën vetaj.
Atë gjë që kam kërkuar të ma sjellën në shtëpinë e fshet më koshim. Nuk du në asnjë gjë më prej tij. E din vete. Nuk jam të zot më gjatë dita se janë shumë probleme të rënda. Nuk do të pyes për probleme të rënda se kuptova që nuk do të flasësh. E dashur Kristina, sa vjeç je? Më fal që të pyes për moshën. Unë dhe një të të njëshë, 2 vete, 3 vete, sa më përti, 25 muta. E që nge... Sa më është dhe ditë, të më ta më zëgjohë me tjetë e tua, më zëgjohë i përti. Më ndjek. Je datë linja 81-shi? Po. I bie ti është 24 vjeç. Po për tjetë të njëshë, duke ti të 83, të 10, në veti sa e. Jam 84. Ti e 81-shi, unë jam 84. E reje, që ke menduar për jetën tënde? Të ka ndodhur shumë disfata? Më leje qeta jo në vila, ti dojmë gjonë, ata feshin shpinë për gjithë, ti dojmë zonë, s'kam gjonë punë të morë me ta. Të blej një shpit vogël, ti dojmë me fmi, që të bëjmë një shkredi, që ka me bota një ote adeta. Shtu ishte fat jam, nuk isha fat. Aktualisht i jetë e shtëpia që të laj ndjeri, Aliu. Po këtu jam adeta, këtu jam për. Jeton aty me djalin. Po jetoj me djalin e malë, po vine dhe vajza, po vajza dhe në rolle, kështu, po djali malë ka tel me punu, se ishe i herë jo shtetit, si herë, dhe mori djali motrës, ke i shok i vetin punë që në gjinë. Jetesa është e vështirë dhe i ke rritur e vetme. E dashur Kristina, mua vjen shumë keq për gjithë histori që më rrëfeve ditën e sotme, uroj dhe shpresoj që ish Kunata, se Kunat quhet, motra e tij është ndjerit, të na dëgjoj live nga Kanadaja, uroj që atë reagoj të më telefonoj në numrin tim, uroj që problemet i zgjidhësh, ne do flasim dhe pas kuintave bashk, do më dërgosh të gjithë dokumentat dhe të uroj jetë të lumtur dhe pse ke vuajtur kaq shumë. Inshallah më shyn ato inshallah s'më pusin dritë dhe inshallah më shyn ujtë atë se unë jam të marru të dinuj. Nuk kështej do të dinuj. A marrë shpia me kile, nuk marrë shpia me kile. E kuptoj që jeni në situatë vështirë. Gjithsesi do Shumë nuk jam bërë gjanë në mpre ujtë e dritë, nuk jam bërë si gjanë, nuk zire tropi për jo si kështonë, se unë kam dokumentet. Do mbetemi në kontakt dhe uroj të zgjidhet e gjithë kjo situatë që të ka ngarkuar nga ana psikologjike dhe je me duar të lartë, nuk di si të veprosh, dhe pse e ke atë sigurinë. Ti ke një trashëgimi, ai të ka lënë një testament, je trashëgimtare ti, kështu që ajo nëse pretendon se është pronarja 100% e asaj shtëpie, duhet i drejtohet gjykatës, ti ke testamenti, vendos gjykata pastaj në ndarjen e banesës. Më ka hënë gjisë për lërin pronet. Prona e kena bërë, që s'me lëru pronen unë. Nësa e të ka jetë në gjyq, ka njësë procesi gjyqësor apo akoma? Jo, akoma se kam bërë në një padi, pastaj edhe me dokumentat plota gjitha. Dakor, e kuptova gjithë situatën. Mirë, do mbetemi në kontakt, të përshëndes dhe të përqafoj nga Tirana. Mirupafshim. Faleminderit shumë për te, të zotja dita. Mirupafshim. Paqim zemër. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj juve që qëndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të vërteta njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni dhe ritakojemi nesër live ora 10 këtu në kanalin tim në YouTube me një tjetër denoncim, me një tjetër personazh. Mirupafshim.